Vetëm pak lutem se ne ti përgjigjen se 3-4 akuza erdhën kështu si projektile. Po jo, se kogenererimin për atë arsye po duam me insistu pastaj në të përgjigjet. Unë e di dhe të gjithë qytetarët e dinë që kogenerimi është premtuar në vitin 2013, mandatin e parë ka thonë nuk e la me shku në Prishtinë pa hyrë në Biliq. Dhe tani pej vitit 2013-2025, 12 vite, unë besoj që NIP-i Gjafergashit do përfundon këtë projekt. NIP-i Gjafergashit, pse? Po se po shkon kohë që 12 vite dhe i të bëhen ata pasardhës tonë kanë me përfundu projektin. A mundë kërkoj folje, kërkoj kohë pak shtesë. Vetëm se i kemi edhe temën e zhvillimit ekonomik, shëndetësinë, arsimit, do dua t'i hapim edhe çështje tjera, zoti Gashi. Çështja e koqenerimit është një projekt shumë i domosdoshëm për Obiliqin, sepse Obiliqi është zonë ndotëne edhe një pjesë të ndotjes gjatë sezonit dimror e bojmë vetë na. Po. Nëse i referohemi gjendjes faktike e cila është në Obiliq, unë mendoj që na një pej projekte më dhe me thënë se në komunën tonë është koqenimi. Është i shtrejt, është e vërtet. E falemderoj shumë Usaidin, Gizin e falemderoj për termat e referencës. Usaidin për pregaditje në dosjes së tenderit. Pastaj, fillimisht e kemi nisë objektin e sistemit të pompimit dhe shpërndarjes. Faza 2 ka fillu shtrirja rrjetit. Në ndërkohë, ne kena arrit, pse kena bo fazën e 2 shpërndarjen? Sepse ne kemi arrit një marrëveshje me Prishtinën përmes Termokosit, që ata obligohen në stacionin e daljes nga termocentrali Kosova B, e deri tek sistemi i këmbysve, është obligim i tyre që është vlerë dikon rreth 8 milion. Po. Për shkak se ata do dojnë me dyfishu kapacitetin e koqenerimit. I kemë dikon rreth 180 megawatt energji termike në Kosovën B, që i bie 1 me 6.1 energji elektrike. Nëse shfrytëzohet 1 megawatt i energjisë termike, është i barabart me 6.1 të energjisë elektrike që na importojmë energji gjithë. Dhe unë mendoj që përveç kursimit të energjisë, ky projekt ka impakt edhe në ambient dhe gjatë gjithë procesit unë mendoj atë energji duhet ta shfrytëzoj jo vetëm Obiliqi, po edhe Voshtreja, edhe Fushkosova, edhe Prishtina, sepse kursejmë rreth 1000 megawatt, rreth 1000 megawatt energji elektrike. Sa i përket 15 sekondave e fundit. Se një kallabllak shigjeta sherdhen. Fillimin e projektit ne kemi menduar që do të kemi mbështetje edhe nga niveli qendror, sepse është projekt shumë domethënës. Po se keni patur? Jo. Kem adresu edhe në qeveri kërkesa, edhe në komisionin parlamentar, pastaj edhe përmes grupe të deputetëve, kem dërgu amandamente të cilat nuk janë votu konkretisht edhe për zotit Thaçi. Konkretisht nga zoti Thaçi nuk janë trajtuar? Po, se ka votu. Zoti Thaçi, urdhëro. Sigurisht që niveli qendror, sikur të ishte më serioz jo, niveli qendror edhe ju kish mbështet. Po ti e din, keq përdorimet që janë bërë në tenderin e koqenerimit. Ti e din edhe sa i ka kushtu komunës së Obiliqit. A e kthej USHP-ja pak më herët këto të fundit. 1 milion euro më shtrejt ka kushtu kja. Kriteri favorizus të jetin. Po për ty jo që sharoke, po 1 milion euro e këtë dëmtu. 1 milion euro e këtë dëmtu qytetorin e komunës së Obiliqit, bugjetin e komunës së Obiliqit. E ka përgadit Usaidi. Kena referenca, termat e referencës i ka përgadit Gizi. Nuk i përgadit dosjen e tenderit, zotni. Nuk kjo me kry punë me Kolica. O të nuk bëhet kjo farë punë. Nuk i përgadit dosjet e tenderit. Unë e prapë që dhe të dytën,
Po të regoj se edhe unë e kom që... media, ja, ka qenë media. Edhe unë e kom që Londra në prokurori... Edhe auditori po flet për këto qështje. Në kontratën e konxenerimit, a bën me ta lexuar.